dita tjetër e tyre do t'jetë e mbushur me tantrume, do t'jetë e mbushur me shpërthime emocionale, nuk do t'jenë fëmijë të përqendruar dhe të vëmendshëm, gjithashtu fëmijët do përjetojnë ankth. Kur flasim për ankthin, nuk mund të jetë me simptoma të njëjta sikur të rriturit, natyrisht. Mirë po, kur fëmiu, kur themi ndonjëherë është i parahatuar, kur fëmiu nuk mund të asesi të inkuadrohet në asnjë lojë, nuk ushqehet mirë. Të gjitha këto, ndikojnë apo janë sinjale të cilet fëmiu po përjeton një ankth. Dhe kjo vije si pasojë e mungesës së gjumit, mirë po, edhe si pasojë e ekspozimit të gjatë para ekraneve. Po, sipas jush Mirjeta, është më mirë që të ndalohet përdorimi i telefonit, domethënë ndalimi total apo kufizimit bëhet? Besa, sipas hulumtimeve të cilat janë bë, dhe sipas Agjencisë